إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Jemi halate hadithi e Gjibrilit a.s. Pra ka marrë ato 3 pika Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Edhe ato 2 shkallë të para i përfundum. Ka pyet ja Muhammed akhbirni anil Islam. O Muhammed tregom çka është Islami, I ka tregu Islami është me dëshmu, me deklaru, me bindje, pa asnjë dyshim se vetëm Allah meriton adhurim edhe nuk ka të drejtë askush të adhurohet përveç Allahut, sepse askush nuk është i den për adhurim, për ibadet vetëm Allah. Dhe se Muhamedi a.s. është robi edhe pejgamberi I Allahut. Me fal 5 kohët namazit, me dhon zeqat kush ka pasuri, me agjeru kush është I shëndosh edhe vendin e vet, dhe kush ka mundësi materiale edhe fizike me shku s'pakut njerë në haxh. E dyta ka pyet akhbirni anil iman, tregom çka është imani. Ka thonë imanin tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarillahi min sharrihi wa khairihi. Me besu Allahun, melaqet, librat, pejgambert, ditën e gjykimit edhe caktimin e Allahut. Akhbirni anil ihsan, tash jem pra erdhëm te pika e tretë, te shkalla e tretë e besimit. Tregom çka është ihsani. Ihsani është bamirësia, mirë po këtu e ka për qëllim përsosshmëria. El ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tara innahu yarak. Përsosshmëria është me I bë ibadet Allahut, sikurse më po nëse ti nuk e sheh ai ty të sheh. Edhe pra është prej shtyllave të imanit, të besimit. Tash e kemi imanin ma dëgjon. E për këto thot është argument, njën argument disa ajete. Allah po thot inna Allahe ma alladhine taqaw walladhine hum muhsinun. Me të vërtet Allah është me ata cilët janë takva, devotshëm, e kanë ndruan Allahut. Kena thonë çka është takvaja, wikaja është mburoja, një perde, diçka çka të mbron prej zjarrit xhehenemit. Çka ka ndonjë materie cila mundet me të mbrojë prej zjarrit xhehenemit? Nuk ka. Nuk ka thuhet me u afru ose nuk ka materie cila përballon nëse afrohet diellit sa toka prej hanës që ka largësin, as nëse afrohet digjet, nuk ka çka I përballon. Para mendon kretë këtë gjithësi, se kena thonë vetëm qielli dynjas ka trupa qiellor. 6 palë që tjerë nuk kanë trupa qiellor. Edhe një yll ose një zjarr ma I madh çka është, a thot me miliarda gradë ka, me miliona gradë, nxehtësi është dielli mrana. Edhe zjarri I xhehenemit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është 70 fishi zjarrit më të nxehtë që mundet me ekzistu, 70 herë. Me çka ti mbrohesh, pra, çka është ajo çka të mbron? Nuk është qëllimi në mbrojtje material, diçka materia, diçka çka të mbron. Por është qëllimi me çka mbrohet njeriu prej zjarrit të Allahut, I kryen farzet, obligimet, largohet prej harameve. Me këto mbrohet. Pra, ata cilët janë takva, po thot inna Allahe ma alladhine, Allah është me ata të janë të devotshëm, edhe muhsinun bamirsa në aspekt, edhe në aspekt tjetër kur bëjnë ibadet, japin hakun, e përsosin atë ibadet. Ajeti tjetër, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin. Taqallub me rotullu. Po kthejmë për fillimit të ajetit. Mbështetu tek Allahu, I fuqishmi, I mëshirshmi, I cili alladhi yaraka
hine tekum, i cili ty të sheh kur ngritesh natën në errësirë me fal namaz. Por edhe te kallubek, kur shkonin sejdë fi sajidin, me ata që shkojnë sejdë. Para mendo në Arafat, me miliona njerëz, për një herë janë krejt në sejdë. Me uquni njëri, e lyp dikon, e këshyr, së mund shme njoftë, pëse në sejdë janë, s'pe sheftyrën. Dush me prit mu qu prej sejdës, edhe, që kë. Po nësë janë kallabllak, nuk i shantis, qysh mi po për me njëherë miliona ftyra, s'ka mundësi. E Allah thot, edhe hiqpa që u kryt, nërësir, jo në një vend, shpërëndom, nejtë në ko, para me ndo miliarda njerëz falen, edhe gjithë janë në sejdë. E ledhi jerake, Allah ty të shë, edhe din cili ku është. Edhe ndinat sejdën e tin, dhikrin e tin dëgjon. Innehu hua semiul alim. Me dëvërtet, ai është i gjithë ndëgjushmi, i gjithë dishmi. Ajeti tjetër, وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Nuk ka ndonjë qartë, nuk keni ndonjë qartë, ndonjë gjendje. Ose nuk lexon diçka prej Kur'anit. Edhe nuk punoni diçka prej veprave, vetëm se jem dëshmitar kur i punoni ato vepra. Për shkak bënu pra përsos nepja hakun. Se thot pejgamberi sallallahu kur punoni diçka përsose. Bëne formën më të mirë të mundshme. Pra bamirësia el ihsan është e kundërta e mira, pra e të keqës, e damit. E kjo është që njeriu me stimulu veten, me i dhonë vullnet vetës, kuraju me i dhonë vetës, me u angazhu në vepra të mira, edhe me u ndal prej veprave të këqija, me u largu prej të këqijave. Këto të mirat ja bën njeriu, njerëzve tjerë, robët e Allahut, me pasurin e tij, me pozitën, postin e tij, me veprat e tij, edhe me dijen e tij, edhe me trupin e tij. So i përket pasurisë, do të thotë në kupton që me dhonë në rrugt të Allahut, zeqat edhe sadaka, kur shka kuptohet mundësi. Lloji më i mirë i dhënies prej pasurisë është zeqati, pa kur dyshimi, sepse zeqati është shtylla e fesë. E cek më herët, kur ju ka përgjigj Gjibrilit, shtylla e tretë pas shahadetit edhe namazit, shtylla e tretë është zeqati. Është pra shtyllave të mëdhaja. Ebu Bekri, radhiyallahu anhu, kur është bo khalife, ju ka shpallur luftë atyre të cilët nuk i kanë dhënë zeqat. Edhe ju ka afru Umer, radhiyallahu anhu, ka thonë, o halife, une nuk e di që lejohet me luftu ato i cili beson edhe fal namaz. Ta po falë namaz, ti për zeqat, më ka ti madh nuk lejohet, më me luftu. Pasha Allah në ka thonë Ebu Bekri, Umerit po ja këthe. Pasha Allah, nëse për një kërpesh devës, ja ka thonë zeqatin Resulullahit a.s. Mu tash s'ma japin, pasha Allah në komi luftu. Buhariu transmeton, edhe Muslimi mduket, thot Umer radhiyallahu e pash e këshyra, edhe vrejta se Allahu sharah sadru al-haq, huwa kedhalik. Por se Allah e ka zgjeru, e ka hapë gjoksin për hak. Edhe ashtu është. Edhe pse po do në me thonë, unë e tash s'pe marrë vesh, ama e parë që haj mire ka unë e gabim. Me më pyet qysh pse, nuk e di. Ai nuri tash, me atë nur për shë Umeri, që cili nur e ka pas, fillimisht e Ebu Bekri. Pra, zeqati është një shtyllë, pa kur fardyshimi shtyllë, zatin, pedim, shtylla e tretë, diçka shumë e rëndësishme në jetën e shoqërisë së muslimanëve.
edhe nuk plotësohet islami i njeriut, nëse ka mundësi e nuk jep, nuk është islami plot i tij. Edhe dhënia e zakatit është dhënia më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse kjo është çka ka urdhëruar Allahu, e Allahu më shumë të don kur njeriu jep e kryen urdhën e Allahut, Allahu e don ato. Ma shumë i don Allahu farzet, pa kur padyshim shumë ma shumë se sa nafilet. Pastaj pas kësaj çka vjen, jo zeqat, jo sadaka, por me majt, me këshyr. Ato kanë ki obligim. Baba s'jep zeqat djalit. Djali s'jep zeqat babës. Por duhet me majt, duhet me këshyr. Pra, çka i bjen? Grus mi thonë, kone ka fëmijëve, babës, nonës, pasarzve të tij, nipave, emesave, vllaznive, motrave, axhallarëve, hallave, dajallarëve, tezeve e kështu me radhë. E pastaj vjen sadakaja. Kjo vullnetare. Pra obligative zeqati, pastaj kone ki ta firm që kanë nevojë me u kujdes, me këshyr materialisht, ata prej vlerës, pra i ka radhitu themin rahimullah, edhe pastaj vjen sadakaja të varfërët, nevojtarëve, po edhe për me e ndihmu për hapjen e fesë Allah subhanahu wa taala. Ndërsa ai i cili gjithçisht bamirësia përmes pozitës, përmes postit e reputacionit, e namit, dihet se shumë e reali është, shumë e vërtetur çka gjithkush e din. Nuk janë krejt njerëz barabartë. Me vlera. Ka dikush poste më të lartë, dikush më të vogla. Ka dikush nuk ka post, po ka orë tena që thojnë. Edhe i shkon fjala. Edhe tash ky ndihmon njerëzve nëse ka mundësi me kry ndonjë punë, me intervenu te dikush, ose për me i bon ndonjë të mirë, me pozit dikush, në pushtet, ose me i bon mirë atina, ose me largu domin prej atina. E treta, bamirësi përmes dijes. Kjo është prej bamirësive më të mëdha, më të mira, që me mësu njerëzve atë dituri që ka dhënë Allah atina, kjo tash me mësu njerëzit me atë dituri. Në çdo rrethon, në çdo vend, edhe në përnaja thjeshta, njeriu duhet aq sa din, ato çka e din, me i tregu tjerëve, me i bu davet tjerëve, tu e pi kafe, tu e pi çaj, por derse mos flas. Pra kjo është ajo ndihma më e madhe të cilën ai i cili din mundet me bo që me ju ndihmu, edhe Zotin e ka obligim. Çdo musliman e ka obligim me bo davet. A di kur përfundon daveti, që s'ka obligim. Kjo teoretikisht, kur krejt njerëzit bon musliman. S'ki kujna me bo davet, jo bo musliman, atëherë nuk i bon davet. So i përket e katërta, me trup fizikisht me ju ndihmu njerëzve, nuk bën menën që mu menën versu edhe punën ma të vogël. Çka të munësh që ndihmon njerëzve, sa të munësh, mosu kjo është pak. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Buhari Muslimi transmetojnë, kullu sulama alayhi sadaka, kulle yawmin. Çdo nyje çka ka njeriu në trupin e vet, ose kështu, për çdo nyje, çdo ditë duhesh me dhon sadaka. Ka prej alimave mdoket e kam përmend 360 nyje. Po mdoket kjo që e paroj me këshyr, dhe me këshyr është vërtetu që njeriu i ka në trup 360 nyje. E tash me këtë hadith, kullu sulama alayhi sadaka kulle yawmin. Pra 360 sadaka duhesh me dhon dite. Se për çdo nyje duhesh me dhon. Në vetëm gishtë i madh këto 2 nyje, 1, 2.
gishti tregues edhe 1, 2, 3. Vetëm gishta sa i kem. 2, 5, 8, 11, 14. Tash kur kalon knina halo, këto nyje tash, e kështu me radh, para mendo për çdo nyje çdo ditë me dhon sadaka, bot pak vetë mu nuk këto me bo. Mirë po, Allah rahmetin e vete ka dhe vazhdon hadith, ka disa hadithe, edhe po thot, yu'inu ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu alejha au yarfa'a alejha meta'a sadaka. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ودل الطريق صدقة. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ndihmu njeriut me hyp në kafshën e vet, me hyp në kerr, është i lodhur, s'po mund të me ec, e çel derën, e marrin ndihmon veç me hyp në kerr, është sadaka thot. Nëse ka hyp me dhon diçka, ka hyp në kerr tash ose në autobus, je jap koferin, ose ka hyp në kafsh përpara çka u kon, edhe kjo është sadaka. Në fjalë mirë është sadaka. Çdo hap çka e çet për me shku në xhami me fal namaz, është sadaka. Me ategu dikujt në rrugën, po lypi filon venin, ku është, shkon djathtas, shkon drejt, shkon majtas, edhe kjo është sadaka. Transmetimi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kulle yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ya'dilu bayna an-nas sadaka. Çdo ditë cilën lind dielli, edhe me drejtësi gjykon mes dy njerëzve, je i drejt mes dy njerëzve, është sadaka. Vetëm kjo është sadaka. Transmetimi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kulle yawmin tatlu'u fihi ash-shams ya'dilu bayna al-ithnayn sadaka. Çdo ditë në cilën lindet dielli, edhe ti je i drejt në gjykim mes aty në dy njerëzve, është sadaka. Edhe po e përsërit, çato të njëjta çka i cekëm, edhe fund ka shtu edhe diçka, u yumitul adha an tariq sadaka. Me largum pengesë për rrugës është sadaka. Allahu ekber. Pse qysh po ndihmon ti njerëz? Po ndihmon se i bon pengesë njerëzve, edhe është kjo sadaka. Halani tjetër transmetim, halama shumë e zgjaron, Muslimi e Abu Davudi, këto çka thar ditash, Buhariu Muslimi, tashto Muslimi dhe Abu Davudi, thot, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Kur qohet në mëngjes njeriu, për çdo nyje duhet me dhon nga një sadaka. Ve kullu tasbihatin sadaka. Çdo tesbih, çdo subhanallahu sadaka. Sadak. Çdo elhamdulillah është sadak. Çdo la ilaha illallah është sadak. Çdo Allahu ekber është sadak. Na vetëm që bëjmë dhikrin pas farzit. 99 për një namaz, 599 495. Me këto veç që kalove 360 e bone. Që rahmeti Allah subhanahu. Mirë po vazhdon hala. Wa amrun bil ma'ruf sadaka, me urdhën të mirë sadaka. Wa nahyun 'anil munkari sadaka, me ndalu prej të keq sadaka. Edhe tash diçka që është barazi me krejt këto. Wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dy rekate duha namaz me fal, krejt këto i zavendëson. Pra i fal dy rekate duha, llogarit se për çdo nyje ke dhon sadaka. Që rahmeti Allah. Pra e ka se këto e ka marrë argument që u cek në këtë hadith me ndihmu me hyp me të udhtimit për sadaka. Ka hypaj edhe tash smunët ma naltor t'ja jep koferin, është sadaka. Pra kjo është me trup, e mos flas për ndihma tjera që thot pejgamberi alayhis salam, inna Allah fi auni abdihi ma yakunu al-abdu fi auni akhihi muslim. Allah është në ndihmë të robit të tij derisa ai rob është në ndihmë të vllat të tij musliman. Tash para mendohet të analizojmë këtë hadith. Hadith madhështor që mos pas kur gjë fitim ose ndonjë ajet që na tregon çka
çfarë sa sevap është me ndihmu dikujt ose tjetër hadith, vetëm ky hadith me pkon na kish mjaftu. Bile shumë na mjafton ky hadith, që më na stimulu me ndihmu në unitetit, me ndihmu dikujt. Po thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak po e sqaroj me fjalë. Para me do dy vetë. Njoni personi A, personi B. Personi A po i ndihmon personit B. Deri sa është personi A në ndihmë të personit B, Allah ndihmon këto. Por të dytë kanë ndihmë atë. Personit B po i ndihmon kush njeri. Ndërsa këtina, për shkak se ti po i ndihmon njerit, këtina kush po i ndihmon? Allahu. Kush po fiton më shumë? Ati fiton më shumë që po i ndihmon dikujt ai. Çka është ndihma jam, punë e madhe ndihma jam. Ama ai ndoshta me pak diçka shliroj ato, po në shumë më shumë përfitoj pse? Për shkak se unë ndihmova atina, Allah po më ndihmon. S'po më intereson të falemnderoj atë çka bën. Unë pekqyr interesin tim. A kem dëshirë me na ndihmu Allahu? Po. Ndihmojmë njëri tjetrit. E ki ndihmën Allah. Shumë thjesht. Allahu Akbar. Allah me të ndihmu, Allahu Akbar. Pra, kjo ishte sa i përket ndihmës ose veprës me trup me ndihmu krijesave të Allahut, robit të Allahut. Mirë po, bamirësia me trup tash me ndihmu me vepru për Allah. Çka është kjo? Kjo do të thot en ta'bud Allah ka annaka tara fa in lam takun tara innahu yara. Me bëj ibadet Allahut sikur se më e pa. Kjo është më e larta. Shkolla më e lartë e imanit, besimit. Islam është me trup me bë. Me fal namaz, me dëshmu njerë, me goj, shahadetin, me fal namaz, zeqati, agjerimi, haxhi. Mirë po këto mundet mos me përcjell ajo e mbrendshmja. Çka nuk duk, kjo çka duket. Nëse ajo çka nuk duket është tash shkolla e dytë. Mu'min, muslim, islami. Mu'min, imani. Muhsin, ihsani. Shkolla më e lartë. E mu'min, çka tham me besu Allahun, me laqet, librat, pejgambert, ditën e gjykimit edhe caktimin e kaderin e Allahut. Ma kjo është, nuk i qyshe tregon, nuk mund konkret, kjo është e mbretshme, vepër e zemrës. Për shkak është kjo më e lartë. Edhe më e larta, tash kjo më e larta e ihsan i ka dy shkallë. Kulminacioni më e lartë është me bo ibadet Allahut si me e pa. Pak më poshtë është me ditë se Allah ty pa të sheh. Shpesh përsëris, njeriu besimtar nuk ka mundësi me bo mëkat nëse e ka ndjenë se Allahu po e sheh. Në momentin kur bën mëkat, i del prej mendjes, i largohet ndjenja se Allahu po të sheh. Sepse ajo ndjenjë se Allah po të përcjell, po të sheh, të ndalon prej veprave të këqija. Hala që është më e lartë se kjo, kur bën ibadet sikur se me pa Allahun. Mundo me pa Allahun. As mund me pa Allahun. Po Allahun e sheh në veprat të tij, në krijesat të tij e sheh Allahun subhanahu wa taala. Afrohesh me zemër me Allahun subhanahu wa taala. Me na ka plu ndjenja se Allahun e kem krejt afër kur jem sejdë. Se thotë Resulullah alayhi sallam, akrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajidun. Mas afërmi robi është me Zotin e tij kur është në sejdë. Tash me të kaplu kjo ndjenjë. Këto shpesh e përsëris, shumë ma let tash e kemi kuptu. Kur hin ndoni hapësirë, që kanë obligim edhe shkruan te dera, je përcjell me kamerë. Si të sheti kamerën dikun qosh, minet kaplon ndjenja. Dikun mu po më këshyr, po më përcjell. Kush është ai nuk e di. Ku është ai nuk e di. Por e di se po më përcjell ai. Ma kush është ai bre, nuk e di kush është ai. Pse nuk po e shoh ne ato. Ai mu po më shoh ne s'po shoh ato. Po e kom ndjenjën se ai më po më përcjell mu. Njeri. Ti mundesh me shku në tjetër qosh, edhe mos mundet me të po, ka ndi vdekur, ose e merr një guri edhe e than, s'mundet me të po, e prishe, ama për Allah s'ki ku më shefësh. Ku dush,
Çfarë do po drumi hin 100 kat në tokë, Allahu të sheh. Krejt dritat i shkym në errësirë, Allahu të sheh. Atë se këma jetin. Përziu me njerëzit shkon sejdë, ule kryt, mu më shef, Allahu të sheh. E din cili jeti. Me miliona njerëz, por me njerëz sejdë, Allahu të sheh, e din cili jeti. Dallon ty. S'ki ku më shefësh prej Allah. E kjo ndjen tash duhet me na kaplu kur i bojmë ibadet Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse na nuk e shohim, pra Allah neve na sheh. Kjo është ajo më e larta, edhe këtë ibadet e bën njeriu duke kërku prej Allahut. Çka ki nevoj lyp, a ne kem shumë nevoj. Allah ka shumë qef, ku shumë e don atë rob i cili i bën dua gjatë edhe lyp prej Allahut. Allah nuk lodhet me dhonë, thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa robi nuk lodhet me lyp prej Allahut. Çka të kohë, diçka e vogël, lyp prej Allahut. Trego atë dëshirën tonë flak për ato me ta dhonë Allah çka po lyp, edhe nëse s'ta jep Allah ato, të jep diçka, ose të ek mëkatin, ose e treta, kur ki mas shumë të nevoj ditën e gjykimit, pra duaja nuk shkon hoq. Sikur kur gjuni shegjet, gjahon një gjak i me rok, mos u tut, msheli syt veç gjuje, mos u tut. Çpras nuk shkon. Ose të jep Allah ato çka e lyp e para, ose nuk të jep ato, po ta fshini mëkat, ta falni mëkat, ose e treta ta kompenzon ditën e gjykimit. Ndoshta ti vet kur je mazor ditën e gjykimit, vjen për pak, ose barabart vjen, as xhenet as xhenem, vjen kjo dua çka ke bu, o Allah, elhamdullah që s'ma pranove atje mas madhe, që tash ma mira po shhajrin. Allahu ekber. Edhe vjen peshorja, shkon poshtë. Pra, kjo e para, po edhe dyta, për mallënximi për Allah subhanahu wa taala. Ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Bilal, rihna bis salah, rahatona, qetsona, knasna me namaz. Jo para sa me ardhë, po me mallënxim, me padurim, po e pres atë namaz. Hadve, au bu koham, e falim dreken, au bu mu e kindia, thire zonin të falim të knasëm në kindin. Adi ibn Hatim, radhiyallahu anhu, thot ka jetu 120 vjet, edhe pasha Allah thot, çdo namaz që e kom fal, me përmallim e kom fal. Nuk është një dit, 2 dit, 3 dit, një javë, jo një vjet, me dekada, 5 herë në ditë e pa fal namaz, edhe nafile që ka fal, çdo namaz me padurim, mendjes po pres me hina namaz. Diçka, ai padurim e ka plon njeriu kur diçka në kohë gjatë s'ka bo. Po na për fatkeq me këtë namazin tonë, po na në rutinë, edhe nuk kem ndjenja. Allah na përmirësoft, Allah na dhurojë hajrin. Allah na mundësohet që përmes ibadeteve tona të bëjmë sikur ata që e shohin Allahun, ose s'pakut me në kaplu ndjenja vazhdimisht sa ma tepër, sa ma gjatë. Ndjenja se nëse na nuk e shohim Allahun neve na sheh, me shpresë që sa ma të përsosëm me bo ibadetet tona, me shpresë që me gëzu rahmetin e Allahut, dhe me shpresë me lutje Allahut që ai me rahmetin e tij më na bëj gjithë së bashku banot e xhenetit firdausil ala. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.